mbrëma të gjithë dhe mirë se vini në një tjetër episod të Për Shqiptarët. Dua t'ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen dhe për kontributin tuaj, për qëndruar sa më pranë njerëzve dhe atyre familjeve që kanë më shumë nevojë. Faleminderit që jeni me ne çdo të premte këtu në ekranin e Top Channel për të shpëtuar jetë dhe për të dhënë shpresë aty ku ka më shumë nevojë. Si gjithmonë me mua këtu në studio është Elvis Naçi, mirëmbrëma. Sidrik Beleri gjithashtu mirëmbrëma. Vim në fakt pas një episodi me emocione shumë të forta javën që shkoi, emocione akoma më të forta do kemi sonte. S'jam i sigurt. Nuk je i sigurt? S'jam i sigurt se java që kaloi na ka prekur të gjithëve. Atë kemi biseduar edhe me Sidin çdo ditë, ishte javë e veçantë. Shpresoj që gjithë atë kontribut tonin të atyre që na ndoqën bamirësve ta ketë bekuar Zoti. Dhe shohim edhe sot, shpresojmë bëjmë gjëra të mira si javës që kaloi. Shpresojmë shumë. Sidrik. Në fakt, e mira është ajo që na ka bashkuar gjithmonë. Gjithmonë e marr spuntur nga ajo që tha Visi, realisht javën e fundit jemi për lot të dy. Aja Marildoja ka qenë, them drejtën, një ndër ato gurt emocional që na ka prek gjithve, sa po e tha dhe Visi. Po ky është një emision cilit i flasin veprat dhe jo fjalët. Le t'i japim rrugë veprave të mira. E vërtet. E vërtet do t'i japim rrugë në fakt edhe gjatë kësaj mbrëmje, sepse do kemi një mbrëmje shumë të gjatë me histori vërtet shumë të forta njerëzore, por që në qendër të tyre në fakt kanë gratë të forta. Do të flasim për dy fëmijë të cilët jetojnë vetëm me nënën e tyre, Dafinën, të cilën unë kam në studio, por me historinë e saj dhe të fëmijëve të saj, të familjes së saj, do njihemi të gjithë përmes kësaj letre. Shumurime për ty. Shumurime për babin. Mbeti si këngët e pakëndume të Migjenit ky refren, me cilin fëmijët donin t'i uronin babait të tyre të dashur ditën e 36 vjetorit të tij. Qerinjt u shuan bashkë me tingujt, ndërsa portretet e gëzuara të dy voglushëve, që mbanin tortën ndërduar, nisën të veniteshin e të zbeheshin, derisa para syve të babait, gjithçka u bë terre zez. U rrëzua në tokë, ra për një herë në agoni. Diçka e frikshme, e panjohur po ndodhte nën këmbët e fëmijëve dhe bashkëshortes së tij. Agimi dhe Ariola qanin me dënes. Dafina, gruaja, u lërinte e i thëriste që ai të përmendej, e të buzëqeshte sërish, të ngrihej, e të shijonin tortën e ditëlindjes që ai vetë kishte sjellë, për të gëzuar e festuar bashkë me familjen e tij të dashur. Por burri i shtrirë në mes të dhomës nuk po mundej të ngrihej. Dashnor Zeneli, ditën e atij 12 marsi, që shënonte në kalendar 36 vjetorin e tij, po rrezikonte të ikte nga kjo jetë. Po rrezikonte të linte jetim Agimin dhe Ariolën, dy dritat e syve të tij. Ai vetë kishte mbetur jetim që kur ishte 16 vjeç. Kur nëna e tyre, i kishte rritur me shumë mundime, ndroi jetë. Babai, heroi i jetës së tij, ja doli të riste i vetëm jo 1 e 2, po 6 jetim, 4 djem, 2 vajza. A do të përsëritej kjo histori edhe në shtëpinë e dashnorit? Vëllezrit erdhën, e morën dhe e quan në spitalin e Lushnjës. Dafina qante mbi kokën e tij, i shtrëngonte dorën, i pëshpëriste pandalim për t'i dhënë shpresë e forcë. Kur arritën në spital, mjekët e nisën me urgjencë në Tiranë
ku dashnori përfundoi direkt në reanimacion. Ishte i lidhur me tuba, ishte në rrezik të madh për jetën. Nëse do të mund të përmendej, të hapte sytë e të fliste, ai burr që po dergjej në shtrat, do të kishte shumë dhimbje e brenga për të rrëfyer. Por do të na rrëfente edhe për gëzimet e jetës së tij. Si gjeti dashurinë tek Dafina, me të cilën do të ndërtonte familjen e tij të vogël. Si ju bë zemra mal kur Zoti ju solli fëmijën e parë, të cilit i vuri emrin e të atit, Agim. Ndërsa vajza, Ariola, ishte ajo që do t'ju kthente buzëqeshje në buzë vetëm 2 vjet pas tërmetit të 2019-s, që ju shëmbi e ju shkatroj shtëpinë që e kishin siguruar me aq shumë mund, duke punuar tokën çdo ditë me Dafinën, duke kullokutur lopët e shitur qumshtin e tyre. Ku e sa të mundnin. Nëse dashnori do të mund të përmendej, do të na rrëfente ditët e vështira, kur vëllai i tij u hapi derën e i strehoi në një dhomë të shtëpisë së tij. Ishte kjo kohë kur ai, babai, shtylla e shtëpisë, nisi të mbërthehej fort nga frika se mos fëmijët do të mbeteshin pa një çati mbi krye. Një dritë shpresje ju ndez kur në shkurtin e 2023-shit arriti të nxjerrë lejen për rindërtimin e shtëpisë. E ëndëronte më të madhe, më të bukur, më të ngrohtë për Agimin, Ariolën, Dafinën e tij të dashur. Por s'mundi të vendoste mbi të as edhe një tull të vetme. Më 14 mars 2023, pikërisht në ditën kur 7 vjet më parë i kishte zgjatur dorën Dafinës, duke i premtuar jetë të gjatë e të lumtur krah njëri tjetrit, ai po e linte gruan e tij të vetme me 2 jetim në pikë të hallit. Nëse dashnori atë 14 mars do të mund të hapte syt e të fliste, do t'i linte Dafinës dhe të gjithë ne një amanet. Zemra ime po ndalon së rahuri. Po iki gjithë merak që i lash fëmijët e mi pas 3 në një gërmall që ju rrezikon jetën. Ju lutem, kujdesuni për 2 jetimat e mi. Sigurojuni shtëpinë që s'ua ndërtova dot. Faleminderit. Dritan Boriçi. Dritan, faleminderit që jeni sonte me ne. Faleminderit që lexuat këtë histori për të gjithë ne, për t'u njohur për t'u njohur të gjithë me historinë e dashnorit të Dafinës edhe të familjes së tyre të vogël. Është kënaqësi për mua që unë vërtet ndihem si në shtëpi. Më kanë ftuar miqtë e mi. Kemi një udhëtim të gjatë që kemi bërë së bashku. Unë jam dëshmitari një misioni të shenjtë që Elvisi në krye dhe miqtë e vet si Driti, Iliri dhe shumë artistë e kam përkrahur, një mision vërtet të shenjtë. I kam ndjekur jashtë Shqipërisë, ku turma të mëdha shqiptarësh me zemër të madhe besonin te ky mision dhe kontribonin që të ndihmonin shqiptarët në nevojë. Dhe me emër të gjithë atyre artistëve të mëdhenj që e kam përkrahur këtë mision, doja të kujtoja vetëm një emër, Mirush Kabashi. Unë kam qenë dëshmitar okular i këtij misioni
Kur u njoha me Thumanën vetëm nëpërmjet televizorit, kur shikoja gërmadhat, një gjë e tmerrshme, të gjithu tmerruam nga i tërmet i egër, i pamëshirshëm që na goditi. Dhe kur më pas shkoj për të drejtuar ceremoninë që do të niste pamjen e madhe të Thumanës, qindra shtëpi, kaloja midis atyre shtëpive dhe nuk e besoja që mendoja që televizori më kishte gënjur kur kisha parë pamjet e tjera. Ishte një mrekulli. Ato shtëpi të bardha, të bukura, ashtu siç pash në Pezë. I uroj miqtë e mi në këtë mision të shenjtë dhe gjithmonë do më kenë me vete. Faleminderit për shqetëson të në. Faleminderit shumë. Kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit. Gatina. Gjithkohën, sigurisht, je e përlotur duke e dëgjuar këtë histori. Se kthem pas në kujtimet e tua, në kujtimet me bashkëshortin tënd. Po, ne të dyja ishim duke folur edhe pak më përpara se të niste emisioni. Edhe po më tregoje disa gjëra shumë të bukura në fakt, që ti bashkëshortin tënd e ke dashur shumë. Jeni dashur shumë të dy. Do flasim pak bashkë për këtë? Edhe ai më donte, më respektonte çdo ditë. E sa e bukur është kjo. Më trego pak si jeni njohur ju. Me shkuesi, që fillum të donim njëri tjetrin aq shumë dhe aq mirë kalonim. Me një herat në dashuri me njëri tjetrin. E kuptuat që ishit për njëri tjetrin, no? Kemi njoftur me 14 mars, të vitit 2016. Dhe në 14 mars, ai në fakt ndroi jetë. Dhe ju nuk arritet Vetëm 7 vite jetu më bashkë. Ajo që më kalon, kam kujtimet mrekullueshme me të. E më kalon 2 jetë bukur, që duhet u dalë Zoti e thirrjes. Dhe jam e bindur që do t'ja arrish. Do t'ja arrish sepse je shumë e fortë. Edhe dashurinë që ke patur me bashkëshortin tënd tani do ja transmetosh të gjithën fëmijëve tuaj. Ne po flisnim edhe bashkë dhe po të thoja, edhe e them shpesh në fakt, ka shumë njerëz që nuk kanë fatin të përjetojnë dashurinë. Dhe edhe kur ndonjëherë është pak, prapë është shumë. Kujtimet e bukura që të kalon. Më trego pak se jeta nuk ka qenë shumë e thjeshtë për ju të dy. Si kalonit ato momentet e vështira, si jepnit forcë njëri tjetrit? Ai gjithmonë ishte një shtys për mua, ishte shumë pozitiv në çdo gjë. Edhe kur ishim keq, prapë thoshe mos e mërzit, më kemë çfarë ke, do e dalim të dy bashkë. Dhe ti kishe besim vetëm tek ai. Kisha shumë besim. Sepse më donte vërtet. E më respektonte çdo ditë, më pyeste për çdo gjë edhe unë ashtu. Dhe ju ishit gjithë ditën me njëri tjetrin. Po, Ishit në shtëpi bashkë, punonit bashkë. Ja ditët bashkë. Po, ja ditën mirë. Si të ngushëllonte kur mendonit që nuk kemi një shtëpi tonën? Do ta bëjmë, thoshte, e kishte, do ta bëjmë shtëpi, çfarë ke, thoshte, mos u mërzit. Vetëm të jemi mirë, kemi shnetin, thoshte se do bëhet dhe shtëpia. Gjithmonë me një buzëqeshje. Dhe ëndra e ti ishte edhe të kishte 2 fëmijë, Po, që Zoti na ka dhënë si drita. po, Edhe çuni nga Agimi, që tani në 8 prill mush 8 vjeç. Edhe goca Ariola 3 vjeç. ata janë forca jote më e madhe. Ata janë çdo gjë e imja. Janë dashuria më e madhe në botë. Për ato duhet të jem sa më e fortë, edhe pse nganjëherë dorëzohem, po para atyre prapë e gjetë forcën. Shiko, të gjithi kemi këto momentet ku ndihemi ndonjëherë të dobët, por duhet ta mbledhim veten shumë shpejt sepse kemi misione shumë të mëdha përpara dhe fëmijët janë qëllimi kryesor në jetën tënde dhe unë e di që kjo në jetën tënde është shumë evidente e gjitha. Di edhe që ke kaluar
dhe ti vetë vështirësi shëndetësore, edhe po prapë fëmijët ishin ata që të dhanë forcën më të madhe. Më trego pak si ka qenë kjo periudhë tjetër për ty, ku të desh edhe të largoheshe për në Greqi, për të mjekuar. E vetmja frikë ishte për fëmijët. Se thoja, baba iku për të paktën të më kenë mu, mos të rritën jetim fare, pa të dy se ngelin rrugëve. Edhe ishte gjatë mërshme që një fëmijë kisha me vete gocën, Të vogla. Çonin këtej, Shqipëri, se ishte në shkollë, klasë parë. Unë nisa për 2-3 javë për të heq gurë në veshka. Edhe përfundova 3 muaj e gjysë edhe. 3 muaj e gjysë. Kush kujdesej për djalin këtu? Mami, njerëzit e burrit. Kujdeseshin të gjithë. Po, e gjithë lagja, E që gjithë na dun shumë, na respektojnë edhe më janë gjendur për çdo gjë. Më kanë ndihmuar, aq sa kanë mundësi. kanë qenë gjithmonë pranë jush. Po, Dhe ashtu siç ti e thua, e gjithë lagja që sot e di që ti je këtu, kanë bërë dhe ata një rrëfim të tyre. Do ta shohim bashkë tani. Dhe është një hallë që ndryshe ta ndjosh, ndryshe ta jetosh. Por në këtë gjendje që është kjo Dafina, do jenë shumë keq. Vështirësitë që po kalon kjo janë të mërshme. Të mërshme. Po shikojmë fëmijët aq të vegjël që kur i mendojmë që janë ato kushte, tamam si në mjesit. Shumë e vështirë. Kur mundemi, marrim pension, se ne me pension jemi, i blen diçka. Dhe shikosh sot atje, bukfat. Duhet ta kthejmë kokën gjithë, ta shikojmë, ta ndihmojmë me sa mundësi që kemi. Një njeri kështu normal nuk kur e shikon thot po zot. Që shriti njeri këtu. Tavane, dritare s'ka, dirë s'ka, asnjë gjë s'ka aty. S'ka ku të vej një lavatrice, s'ka drita, s'ka ujë aty. Nuk jetohet. A sa nata nësë mund të ditës mund të bjeri dhe tavani. Të rizikojmë në fëmit. I lutem gjithë shqiptarve, po patën mundësi, të ndihmojnë këtë nanë me 2 jetim. Nuk jetohet në atë gjendje. Mund ta shikoni vetë shtëpinë, mund ta filmoni, mund ta shikoni, është shumë keq. ne jetojmë me këto kushte që shikoni dhe vetë. S'kisha rrugës dhe s'kam po t'i qoj. Ato tremen muret qara dalin mitë. Pa banueshme, me këto kushte nuk jetohet. Më vjen të them është bukur në fakt kur sheh njerëz me zemër kaq të madhe që ndihmojnë me çfarë të mundin. Dhe ndjeni të paktën dashurinë e atyre njerëzve që janë të përditshmërisë tuaj, që shohin çdo ditë problemet tuaja. Atyre Allahu është përblef çdo ditë. Çdo ditë pyesin për fëmijët, vinë, kujdesen, aq sa ka mundësi edhe u sjellin me rroba, ushqime, çdo gjë. Edhe rroba edhe ushqime. Edhe sa bën ajo që thon mos e mërzit na ke ne, ato fjalët e mira. E thonë edhe e mbajnë në fakt. Po. Na ke ne, thonë ata. Po. I kam, janë si familje për mua, më ndihmojnë, më respektojnë. Edhe sepse shohin kushtet e vështira që ti jeton, edhe sepse ju duan shumë edhe të treve. Ti je një grua e fortë që përcjell një mirësi shumë të madhe në fakt. Edhe kushdo që do ishte afër teje edhe do të shite gjithë problemet e tua, do e jepte një ndihmë të çfarë do lloji, aq mundësi sa të kishte do ta jepte atë ndihmë. Kushtet që pam në shtëpinë tënde nuk ishin as pak as të mira, po as normale për të jetuar. Një shtëpi totalisht e rrënuar nga tërmeti, një shtëpi që nuk ka as energji elektrike, nuk ka as ujë. S'ka asgjë. Si a dilni që jetoni aty? Ç'të bëj?
aty fëmijët detyrat ja japja vend tavolinë ditën. Nga herë kur ngelin që si bëjnë se kalamaj ndarkët me qëri. Me qëri jetoni. Me qëri. Derisa të zë gjumi, goca ka shumë frikë. Na hanë mitë, thotë mami, se sa të myllësh syt, kërcasin mitë. Unë gjithmonë frika në i tërmet ose në i cop tavani bie mbi kokët edhe ka shumë pa gjumë nga meraku për fëmijët. Kushtas pak normale për të rritur dy fëmijë. Asnjë rritur në fakt nuk do qëndronte dot në ato kushte. Por që jeta të ka bërë të jesh atje tani dhe të japësh maksimumin dhe në atë vendin që je. E di çfarë po më tregonin tjetër për ty, që i kishte bërë përshtypje shumë në fakt të gjithë stafit që kishin ardhur atje për të xhiruar. Ishte një shtëpi me kushte as pak normale, por çdo gjë ishte kaq e pastër, po thonin. Çdo gjë ishte kaq e rregullt. Nga një zonjë që kujdesej për shtëpinë e saj, pavarësisht se si ishte shtëpia e saj. Ato që janë, po mundohem t'i pastroj, kam frikë se më smurën fëmijët nga myku, nga lagështia, nga mitë. Çdo gjë kam merak t'u jap bukët brenda. Çdo gjë kalon miu. Ne po flasim të gjithë bashkë këtu në studio, por se si janë vërtet kushtet në atë shtëpi, e shohim. Nuk ka marrë shumë ta përgjavoj si njerë papin. Papi ishte shoku im më i mirë. Unë luaj me atë. Më ngjirte nga lorat edhe me xhombe në shkollë. Do të doja që të ishte këtu dhe mos të kishte ik asnjëherë. Jemi vetëm këtu vetëm me mamën. Edhe mama është të smurë nga feshkat. Kur ishte në Greqi, unë djeva që s'do vind as mami. Do të mbetëshja vetëm me motrën. Në kushtet këtu janë shumë të këqija, sepse kemi dhe shumë vrit në natën se më sanë pjeta i vani dhe në zë brenda. Në një dhomë nuk ka fare dritare dhe tjetra është me plasmas. Kur kemi shumë fëtot, në badënia sepse nuk kemi sobë dhe dru. Kur bje shi, uj futet brenda. Dalin dhe mi, kemi dhe shumë firik, mamin. Shokët e mi kanë në roba dhe gjera që si kam. Po unë vesh shumë që mi api këmëshinjt. Patët në mua motra kuve në shkollë, ajo shef të qerët edhe mi kërkon me. Ajë që do të blej një ditë tjetër. Dua të rritem shpejt dhe t'i bëj një shtëpi mamit të motrës. Në me antërroj që të kemi një kërvat. Se këto kërvatet janë të me gropa, sepse i kanë hengur mitë. Unë i dua qashafet me Spider-Man dhe të kemi dhe një televizor për të parë. Kukla. Nuk dua të jetoj me në këtë shtëpi që nuk ka drita dhe nuk ka mi. Unë dëshiroj
që të kemi një shtëpi, të kem drita, të kem dritare dhe të kem një sopë për të ngrohur. As drita, as ujë, vetëm një qiri për të ndriçuar ato netët e gjata, të ftohta për 2 fëmijët ato. Ai sa pak më parë, po më tregoje që isha shumë e qetë dhe e sigurt për fëmijët ato kur ata niseshin për shkollë. Po, sepse në shkolla është e re, që zotit atje kam ngrof se jam mirë. I çoj me qef në shkollë. Po kur i marr për shtëpi pastaj nuk më ban zemra t'i çoj në shtëpi. Ku t'i çosh? Në ftoftit. Çuni më thot gjithmonë o mami, mos më vish shumë për shkollë, zash ngrohtë atje më mami, ti jam mësuar këtu, thoshtë, më thot. Patja shumë ngrohtë. Davina, për ty si nën duhet jetë shumë e vështirë të shohësh kushtet në të cilat rriten fëmijët atu dhe ndihesh e pafuqishme për t'i ndryshuar. Pafuqishme ndjem të edhe vetë jam me smur, me veshkat jam keq. S'kap do të spesh asgjë. A janë Pa të ardhura, pas si lëgjaja, asnjë ndim, asgjë. as në tim asgjë. Vetëm ato gjysëmuret që ke në shtëpinë tënde. Në ndërkohë duhet kujdesesh edhe për rritjen e fëmijëve të tu, që t'janë mirë me mësime, të bëjnë detyrat. Janë mirë me mësime ata? Është mirë, çuni mëson. Goca është në kopësht, është e vogël akoma, po çuni mëson. E kam të dalluar, thot mësuesja, matematikën e ka. Është shumë i shkatër. Për matematikën i kanë gjatë jatit. Ai ishte super për matematikë. Ka trashëguar diçka të mirë. Si mëson djali, si mëson agimin? Ashtu me qëri natën? Po edhe ditën, po në dargët më dha me sy thot o mami, më dha me sy të them, po do i bëjmë mami se të shkohet pa detyra shkollë. Do mësosh. Do mësoj dhe do bëjmë inxhinier, do ta bëj vetë shtëpinë për ty dhe për motrën. Si jep forcë dhe shpresë dy fëmijëve të tu që nuk do jetë kështu gjithmonë, të ndryshojnë gjërat? Kam besim te Zoti edhe vetëm nga Zoti si kam unë kur shpresat. Edhe çunin ashtu është. Ai vjetë sa është, ai është kalama, po është pjek para kohe. Edhe mundohet edhe ai kur shkon që jam e mërzitur, më jep dhe ai kurajo, jo unë ati. Rriten në fakt në kushte të tilla, fëmijët janë të detyruar të rriten edhe përpara kohe. Edhe Elvis, vërtet ndihem shumë keq të dëgjoj rrëfimin e një fëmije 8 vjeçar që flet për ëndra, po ëndra që nuk kanë asnjë lidhje me ëndrat e fëmijëve që dëgjojmë normalisht në jetën tonë. Dëgjoj një fëmijë 8 vjeçar që ëndër ka të ketë një krevat të butë ku të shtrihet. Është jashtë çdo lloj parashikimi, jashtë nëse nuk ballafaqohesh me një rast tillë, ke shumë vështirë ta besosh që është real. Ne sado që themi para emisionit që duhet jemi të fortë, do ta mbajmë veten, nuk duhet të qajmë, siç po të shikoj ty tani. Prap ky është një emision që ne kemi thënë që emisionin e parë që e mban këtë emision loti sinqert i atyre shqiptarëve të mirë. Sot është nata Bora, sot e kemi quajtur nata e jetimit. Për shkak se në trojet shqiptare ka shumë familje që janë me jetim, dhe ndoshta ne të gjithëve nuk i bëjmë dot brenda një nate çdo gjë që ato kërkojnë. Po e rëndësishme është që jemi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit për të ndihmuar sa më shumë familje me jetim dhe në veçanti
Dafinën me 2 jetimat e saj. Bashkë me Sidin, Bora kemi vendos, po mendonim kur u ballafaqum me rastet, vendosëm bashkë me Sidritin që të bëjmë dhe ne një donacion edhe i durim tonë. Bravo. Dhe kemi vendosur që edhe Sidriti edhe unë t'japim për natën e jetimit që është sot, t'japim nga 1.000 euro gjithsesi. Ndoshta është diçka në atë murin e bamirësisë që po ndërtohet, që ne të ndihmojmë sa më shumë familje me jetim dhe në veçanti Dafinën me djalin dhe me vajzën Sid që ne kemi dje me vajza vetë, por që është një dramë e jashtëzakonshme. E pas gjatë gjithkohës që Bora e përjetoj normalisht sepse është vetë nën. Them drejtën, bashkëshortësia është një ndër fjalët, e kam thënë edhe herë tjetër, një ndër fjalët më të bukura që më pëlqen nga shqipja. Dhe besoj që edhe në gjitha gjuhët në botë ka një përkthim kaq bukur, fat i përbashkët. Po kur të mungon shtylla e shtëpisë, ashtu siç u thanë klip, dhe kur shef një fëmijë i cili, domethënë, mundohet me shpërfaq gjithë atë që i vlon në gji, nga humja babait, po ndërkohë nuk ka diçka pozitive e cilat ja mushin këtë boshtësirë, aty pastaj dorëzohesh. Edhe ne jemi këtu për të përmush atë që arrim për të përmush, sepse atë që e ka caktuar Malli Zot ne nuk e kthejmë dot mrapa. Megjithatë, Dafina kishte aq komshi të mirë sa që të gjithë e shprehen hallin dhe trokitën portën e shqiptarëve. Dhe gjithë shqiptarët mblidhen bashkë për atë që duhet me bë. Në fakt televizja ta kjo sonde quhet Nata e jetimit, kështu që të gjithë që duan të ndihmojnë sado pak mundësi të kenë, mund të bëjnë ndryshime të mëdha për këta fëmijë që rriten në kushte as pak normale, edhe me nënat e tyre që sado të forta të jenë, japin maksimumin për ta, por nuk e kanë të mundur për të bërë gjithçka dhe për t'i dhënë një jetë sa më normale fëmijëve të tyre. Elvis, do ta bëjmë bashkë edhe thirrjen për të gjitha shtetet ku ka shqiptarë dhe do duan të kontribuojnë. Falenderoj edhe regjin shumë që na i mundson, sepse njerëzit e kanë të domosdoshme ti dinë, ky është numri i llogarisë që kemi në Itali, i cili kushdo që jeton nga shqiptarët tonë dashur në Itali dhe don për rastin e jetimëve të kontribuojë, është ky numri i llogarisë në Itali. Nëse është e mundshme, na japi një numër tjetër regjia. Ky është numri i cili është në Zvicër, tashmë i njohur prej shumë viteve, dhe kush është që jeton nga shqiptarët tonë dashur në Zvicër, ky është numri në cilin mund të dhurojë për Dafinën edhe për 2 jetimet e mrekullueshëm të saj. Ky është numri, po fatmirësisht i saktë në Gjermani, sepse në emisionin e parë ka pas një gabim, po tani e keni shumë të saktë, dhe ne mbasi e bëm emisionin e dytë e pam që ky është numri i cili kushdo që ka dhuruar janë paraqitur në bank. Është numër për Gjermaninë, por për Bashkimin Evropian është numër për gjithë Europën. Kuptohet në të njëjtën kohë është edhe GoFundMe. Ndonjëherë kur ka mundësi regjia mund paraqesi edhe numrin e Kosovës, edhe numrin i cili është në Shqipëri, por ato ndoshta një pjesë e shqiptarëve i dinë, kështu që edhe GoFundMe-a vetëm një foto, po ti bësh GoFundMe sa aty ku është, direkte të hap linkun që mundet ai që dëshiron të bëhet pjesë për të dhuruar. Ky është numri i cili është në Shqipëri, për atë që do të dhurojë nga Shqipëria, dhe për hir të vërtetës Bora ka pasur goxha mesazhe edhe nga Shqipëria që duan të kontribuojnë, por në emisionet e tjera ndoshta ka pas nevojë që të qëndrojë më shumë numri i Shqipërisë, qofse është e mundshme edhe numrin e Kosovës dhe plotësohet ndoshta një mozaik i atyre numrave që ne kemi. Ja, ky është numri i cili është në Kosovë dhe ato që kanë mundësi mund ta fotografojnë edhe ta kenë edhe për raste e tjera, se këto janë numra që nuk ndryshojnë tashmë më. Po. Kuptohet do të jenë gjithmonë sa ky mision të vazhdojë edhe ne të jemi të mundshëm që ta ndjekim. E rëndësishme është që janë të gjitha format kudo që të jetoni për të bërë kontributin tuaj, nëse ndjeni që të kontriboni edhe të ndryshoni jetën e fëmijëve në natën e sotme. Është shumë e rëndësishme edhe kjo. Ne do të shkëputemi në këto momente për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare për të kthyer më pas edhe për të vazhduar me historinë e Dafinës, sepse jemi duke folur
në studio me Dafinën, fëmijët e saj janë në shtëpinë e tyre, por natyrisht ata nuk na shohin dot sonte, nuk kanë as energji elektrike, as televizor, por ne kemi çuar operatorët e Top Channel bashkë me Fatmën dhe pas pak do të kemi edhe një lidhje bashkë me ta. Ka publicitet, kthehemi pas pak. Jemi live nga studiot e Top Channel në Pulsh Shqiptarët. Jemi ende me Dafinën këtu në studio. Ma merr mendja ashtu se ne këtu në studio edhe ju që po na ndiqni nga shtëpia nuk i hiqni akoma nga mendja ato pamjet e shtëpisë ku jetonin Agimi edhe Ariola e vogël, që patjetër janë kushte shumë të vështira dhe akoma më e vështirë në fakt është ajo që ndjen nëna e tyre pa fushim për të ndryshuar diçka për fëmijët e tyre. Ndaj do të ndjekim një klip të Dafinës tani dhe do të kthehemi sërish në studio. Si çdo vajzë, ndroha jetë mirë. Ishte shoku i jetës, ishim shumë plane për të ardhmen, shumë ëndra, për fëmijët, për t'i rritur, për të ndërtuar një shtëpi, e t'ishim të lumtur. Kështu ishte shkruar. Burim është rritje tim, edhe haj fatë ndoqi dhe fëmijët e mia. Rritje tim. Para 2 vjetësh ndroi jetë, infarkt. Atë natë kur kemi qenë në spital ka pas ditëlindjen, 12 mars. Edhe blevi dhe tort. Fëmijët loznin me tort, saj vetë as nuk hangu, as nuk piu, isha aq keq, sa nuk e harroj kurrë to. Momente kur e pash atje që më futën atje, në remacion ishte me atë tubin që vaj mend që ka më ulërit aq shumë sa. Një orë para se ndronte jetë, më foli, më thoshte fëmijët, kujdesu për fëmijët. Edhe kur e morën që iku, aja akoma vazhdonte, ku do i lëmë fëmijët e mi, thoshte. E ndjen të trupi, e ndjen të shpirti që më largohaj. Iku dhe na la një plak shumë të madhe, që s'ka për të me lukur. Një fëmijët pa baba, po edhe me këto kushte që doja dalë këti risë nuk janë pa shtëpi, pa të ardhura jemi vetë, jam e smur me veshkat, me plasje me orogjinë në veshk, edhe më morën me çunë në Athinë 2 javë. E vetë me gjë që këllësha, o Zotë, doja të jetoj për fëmijët e mi, në sila rrugëve. Edhe më du t'i shoh mirë të lumtur, po nuk kam. Shikoj çdo natë më bie në cop nga koka, i shikoj a marr frymë, nuk gëtohet. Këtu. Lutja ime është që o Zot më ndihmon të kem një shtëpi për fëmijët e mi, që mos ta bëj gjumin me frikë. Që do kthim apo s'do kthim gjallë. Kjo ishte thirrja e Dafinës për ndihmë për të shpëtuar fëmijët e saj edhe për t'i patur në një stret të ngrohtë. Dafina që para se të njihej me bashkëshorten e saj gjithmonë ka ndërruar që kishte një shtëpi të madhe, një familje të madhe, ndërsa për fëmijët e saj sot që flasim, ëndrat janë tërësisht fjale pa njohur. Kështu që unë do doja t'i përshëndesim të gjithë bashkë dhe t'i japim shpresë fëmijëve të saj që ëndrat realizohen në fakt, edhe do duhet të realizohen duke u bërë të gjithë bashkë. Me Agimin edhe Mariolën, tani në këto momente është Fatma. Fatma? Mirëmbrëma, Bora. Mirëmbrëma gjithëve. Mirëmbrëma Dafinës, që është aty pranë teje. Jam këtu dhe mendova që ta nis nga jashtë për të treguar gjithëve këtë panoramë për mua të frikshme.
Nuk e di do mundem do ta do gjej fjalët që ta përshkruaj gjithë këtë që ndjej këtu dhe kam parë sonte. Kjo fole e dashurisë e Dafinës fillon këtu nga jashtë, është një shtëpi në mes të askundit në një errësirë të vërtet. Dhe këtu poshtë është një kanal, është një urë e vogël dhe pastaj ngjitemi drejt shtëpisë Dafinës. Asnjë shtëpi tjetër nuk është këtu afër. Është vetëm errësirë kudo. Asnjë dritë nuk duket askund aty. Unë po ngjitem që t'ju tregoj, me thënë drejtën, kam pak frikë se pata një sekuencë shparë që më lëvizi diçka nëpër këmbë, duke qenë se s'ka as drita. Besoj t'ja dalë. Kjo është hyrja e shtëpisë. Po. Ndërkohë në tavan tani pushuan këto gricjet e mive sepse nga blici i kamerës. Këtu është një dhomë bosh, nuk ka asgjë. Ka vetëm një tavan qarë që her pas here aty zbresin mijë dhe insektet ndryshme të rrezikshme për fëmijët. Ndërsa këtu kemi dhomën ku Dafina gatuan për fëmijët. Shtëpia është komplet bosh, nuk ka fare as orendi. Është vetëm ky dollap i vogël, nuk ka as sobë, as një gjë për të gatuar dhe Dafina këtu mban bukën që e gatuan te komshin sepse vetë nuk ka mundësi ta gatuaj. Era këtu është mbyt se vrimat në tavan janë shumë të frikshme që nga momenti në moment mund të zbresin mijë. Ndërsa tualeti është kjo. Këtu është pak e frikshme, nuk futem dot fare. Tani do afrohem pranë fëmijëve që po mpresin dhe kanë shumë ftohtë. Fatma, ti vetë si ndihesh duke ecur në atë shtëpi, brenda asaj shtëpie? Ju thatë çfarë që ishte një mjerim migjenian, po migjeni këtu nuk do kishte fjalë, ma besoni, është prehistorike komplet. Këtu jemi në dhomën ku fëmijët rinë gjatë gjithë kohës tjetër, që është pa derë. Dhe kjo është gjithë pasuria e familjes, këtu janë rrobat. Agi, të shpirt, atë vit që ka fërteje, do më hapësh pak vend? Opa. Olën e vogël e kemi mbuluar aty se kishte shumë ftohtë dhe ka turp që dalin kamera. Ndërsa unë jam me Agin. Hajde shpirt, ti ngrej kom më të lartë. Opala. Agimi na dëgjon neve? Jo, nuk ju dëgjon. As nuk ju sheh, po unë ja përcjell atë që ju doni t'i thoni. Është mjerim i plot total, është e frikshme, është e jashtëzakonshme, nuk është fare jetësore. I kemi mbuluar fëmijët këtu duke u pritur që të futeshim në transmetim me 2-3 mbulesa dhe nuk po arrin dot që të ngrohen. Këtu është më ngrohtë jashtë se sa brenda. Dafine dashur e di që ti e ke siklet shumë të madh që jemi futur me kamera në çdo skut të shtëpisë tënde, por ta dish dhe ti je e bindur që ky nuk është turp për ty. Ky është turp për gjithë ato që na ndjekin, përfshi dhe ne bashkë që nuk të kemi njohur më parë, që nuk të kemi ndihmuar dot më parë, që nuk të kemi qëndruar dot afër. Por që tani është në vendin e duhur, Dafina. Është në vendin e duhur, aty ku... Nuk besoj që pas kësaj historie që gjithkush e ka ndjekur, qëndroj më indiferent dhe mos çohet për të ndihmuar sadopak aq sa mundet. Dafina është aty që nëse dikush për nesh nuk mundet do t'i vetëm ta ndihmoj gjithë bashkë. Ta ndihmojmë këtë nën heroin.
Fatma, të gjitha pamjet që na tregove në fakt janë të tmerrshme, për të menduar që aty realisht jeton një familje. Po të kisha kaluar në atë shtëpi, ndoshta nuk do ta kisha besuar kurrë që munden disa njerëz të jetojnë aty. Por jeta që vjen edhe e tillë, edhe ti e ke përballuar me shumë dinjitet edhe jetesën në këto kushte kaq të vështira. Dhe ke ata fëmijë aq të mirë. Ata fëmijë që mësojnë edhe që jam e bindur do të bëjmë krenar, jam e bindur që do të bëjmë krenar Dafina. Fatma, ti ke diçka për të thënë të gjithë shqiptarëve, për të bërë një thirrje për të gjithë shqiptarët për të ndihmuar këtë nën me këta 2 fëmijë. Gjithë shqiptarët e pan vetë bora kushtet e tmerrshme. Unë kam qenë në shumë familje që kanë qenë pamundur ekonomikisht, po si kjo nuk kam parë kurrë. Do i thoja Dafinës që të bëhet e fortë, se shumë shpejt besoj zgjidhja do të vi për atë. Nuk besoj që shqiptarët do të rinin indiferent pas kësaj që pan. Besoj që jo kam përcjell qoftë dhe një pjesë shumë të vogël të asaj që unë kam ndjerë këtu. Imagjinoni po ri këtu lart krevatit tani dhe këmbët i kam sipër, jam shumë më të mërruar dhe e friksuar. Unë nuk besoj që fëmijët duhet të rinë më as një minutë këtu, në këtë që nuk quhet shtëpi. Dhe me lejen e Elvisit, e di që jam totalisht jashtë skenarit, dhe me lejen e Dafinës, dua që bashkë me Elvisin të dy sot bëhemi sebeb dhe shkak që këtyre fëmijëve t'i pranohet lutja e parë që të fleni në shtrat ngrohtë. Unë dua t'i marr të dy dhe të vinë në Tiranë bashkë me këto. Nuk mundem dot as një sekond të le këtu të largohen. Elvis, do t'i kthesh përgjigje Fatmës? Po mund t'i sjellim edhe derisa të blem një shtëpi të re, dhe derisa të rregullohen gjitha gjërat që ne shpresojmë, pse jo mos rrinë në një hotel të mirë për të filluar ta shijojnë edhe ta ndjejnë ngrohtësinë e shqiptarëve. Fatma, arritet të bisedosh pak me fëmijët edhe përpara se të kishim këtë lidhje, çfarë thonin ata? Ato kanë shumë ftohtë. Tani po dridhen. Goca është mbuluar dhe ka shumë turp të dalin kamera, ndërsa Agi vogël është këtu pranë meje. Sigurisht ka edhe shumë siklet, çfarë do mendojnë shokët e shkollës, si do i sillen kur t'i takojë të hënën. Por unë mendoj shumë që me mamin heroin që Agi ka, ajo ja ka zbardhur faqen dhe ja ka ngritur ballin fëmijëve, dhe nuk kam dëgjuar një femër më përpara që të flasi i gjithë fshati dhe gjithë kush e njeh se sa e ndershme, sa e mirë, 2 vjet pa bashortin, dhe ajo është totalisht një shembull maksimal këtu ku jeton. Bora, unë mendoj që Fatma, se ne nga që Dafina po vinte për në Tiranë bashkë me babajnë e saj, ka shkuar tek shtëpia e Dafinës, po me që situata erdhi kështu, ajo e shikon më realisht situatën, pse jo t'i marri fëmijët e t'i sjellin në Tiranë. Ti marri që në këtë moment. Pastaj t'i gjejmë një hotel. Dhe Dafin mos u mërzit se tashmë ke hyrë në bujarin e shqiptarëve dhe u shpresoj që hallet e tua do të vinë duke u lehtësuar. Fatma. Po bora. E dëgjove besoj këtë që Elvisi tha? Me njëherë, sa të mbyllim këtë lidhje live, ju nisuni me njëherë për në Tiranë që të paktën të kemi këtë qetësinë e parë, të themi, këtë qetësinë e parë që sonte në mbrëmje të paktën fëmijët edhe Dafina do flen në një vend të ngrohtë, në një vend të rehatshëm, derisa të gjetë një shtrat pa gropa, siç thot Agi vogël. E vërtet. Të paktën për sonte, pastaj do të shohim se si do të shkojë deri në fund të programit. Fatma, po e mbyllim këtu lidhjen bashkë që ju të niseni sa më shpejt. Faleminderit shumë që na tregove gjithçka, çdo detaj në shtëpinë e tyre për të kuptuar se sa e rëndë është situata vërtet. Faleminderit Fatma. Unë ju kujtoj të gjithëve që në ekran do të keni të afishuara gjatë gjithë kohës të gjitha mënyrat se si mund të bëni kontributin tuaj. Keni aty ku mund të skatnoni në cep të ekranit tuaj edhe linkun e GoFundMe, aty mund të bëni
Donacionet tuaja gjithashtu mund të kontribuoni në të gjitha mënyrat e tjera, në numrat e telefonit, në të gjitha mënyrat që do t'i keni të afishuara në ekran. Ndërkohë nga regjia mund të më thonë vlerën që është mbledhur deri në këto momente që të dim? 59 afërsisht, 58 është aty, 59 më thonë nga regjia janë mbledhur deri në këto momente. I ftojmë të gjithëve që duan të japin kontributin e tyre në këtë natë që bëhet fjalë vetëm për fëmijë. Elvisi pak më parë quajti nata e jetimëve, kështu që gjithë kontributi sonte shkon për ta. Dafina do të vazhdoj të qëndrojë me ne, do të ulet në publik. Prit përpara se të largohesh Dafina, të lexojmë një mesazh bashk. Mirëmbrëma, unë jam Shpëtimi, banues në Amerikë. Kam dhënë shpeshherë donacione për rastet e Fondacionit Firdeus. Para disa ditësh humba nënën time. Ishte dielli hëna për mua. Me rastin e jetimëve të Dafinës, për shpirt të nënës time, dhuroj $5.000. Është Shpëtim Husejni nga Amerika, është mik edhe i joni dhe i përbashkët i emisionit, gjithmonë ka qenë dhurues i rasteve të ndryshme, por dhurimi në këtë natë është pak i veçantë, ose do të thoja jashtëzakonisht i veçantë, se ne njëherë kemi nën në këtë botë, nuk kemi shumë herë, dhe Shpëtimit përpara 2 javësh i ndroi jetë nëna e tij. Në sezonet më parshme ai ka marrë kur ja ishte e smur, edhe ka dhuruar në një rast tjetër $10.000 për një familje. Po ajo ishte e smur dhe e dha për shëndetin e saj ose për t'ju lehtësuar një smundje shumë të rëndë që kishte. Sot ai për shpirtin e saj dhuron $5.000 për Dafinën edhe për jetimën. Një vepër shumë e bukur edhe një dedikim shumë i bukur. Por siç duket, sepse Shpëtimi është edhe njeri shumë i prekshëm, ka 4 fëmijë, dhe normal që në fillim kishte dëshirën për $5.000, por siç duket ka parë dhe Fatmën, edhe bashkë me bashorten e vet. Shpëtimin e njihemi familjarisht, edhe siç duket tani është suportuar edhe nga bashortja, thot shtoj dhe $1.000 për fëmijët, të blejnë çfarë dëshirojnë, le të gëzojnë dhe ato jashtë. Dafina, unë e di që në këtë program, edhe kaq sa kam që janë pjesë e këtij programi, e di që ndodhin mrekulli dhe ndodhin shumë shpejt këto mrekulli. Shpresoj që ky të jetë edhe rasti yt, ti do të vazhdosh të qëndrosh me ne, do të ulesh në publik, ndërkohë që kishe diçka tjetër për të Desha të jap edhe një lajm të mirë Dafinës përpara. Me thonë drejtën, po e them nga ana figurative, fillova të zihem me një nga ato që më sjellin mesazh. Mesazhi është numri i cili paraqitet në ekran, ai është numri me të cilin po komunikoj. Thot Mimbrama, nëse ka mundësi, thot kam dëshirë t'i ndihmoj Dafinës shumë 5.000 dhe ka një e. Po jo forma euros. Unë jetoj, thot, në mal të zi, megjithëse numri ishte nga një vend tjetër. Dhe unë i them €5.000, dhe ai më thot po, a ka mundësi i them që të më japësh emrin dhe mbiemrin, për shkak se njerëzit duan të dinë kush je dhe ta besojnë. Dhe këtu fillova të zihem, se ky zotni don që edhe t'japi këto, po edhe nuk don që ta shpalosi emrin. Mbasi u ngula këmbë, ai na e ka çon, na e dërgon neve emrin dhe thot unë jam Rito Plumaj, qofse qeka ka që domosdoshme, bëhe publik emrin tim. Dhe ky dhuron €5.000 për Dafinën. Jo, bën shumë mirë që janë të banë real, sepse tregon që janë persona që firmojnë, persona fizik vërtet, dhe duke u bë kjo garë, bamirësiet më kujtojnë ata ankandet e famshme që i bëjnë botë me çekanin. Po aty janë për të ble, kurse këtu janë për të dhuru. Pra zihen kush e kush më tepër dhuroj. Dhe kjo është e kënaqësia që ti tash po e shijon. Po ne kemi kohë që e shijojmë dhe realisht na e ka mushi jetën plot me gëzim, sepse Fatma e ceku pak më përpara, domethënë një farë mënyrë figurativisht turpi jon që të njohim Dafina kaq vonë. E realisht poema Mjerimi duke u rilexuar vitin 2025, kjo s'na takon, por kthesen merret shumë shpejt dhe shive ça vlon ky telefoni Elvisit. Vazhdojnë mesazhet e tjera atje. Vazhdojnë mesazhet e tjera që nëse ka diçka po prapë që duhet ta lexojmë edhe në pjesën tjetër, më ndërprit sa herë të duash Elvis, se mesazhet i kemi më të rëndësishme se gjithçka tjetër. Dafina,
të ftoj të ulesh atje në publik, ndërkohë ne do të shkojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe do të vazhdojmë këtë natë, siç e quajti Elvisi, me një tjetër histori, por është mbrëmja e jetimëve, vetëm pas pak. Ju besoj e keni kuptuar gjatë kësaj kohe se cila është pika e dobët e Fondacionit Firdeus, edhe ata janë jetimët në fakt, sepse të gjithë mund ta mendojmë se sa vështirë është për ta të rriten pa njërin ose edhe pa të dy prindrit. Është çdo gjë shumë e vështirë nëse nuk gjendet dikush për t'i shtrirë dorën edhe për të ndihmuar në ditë shumë të vështira. Besoj përpara disa kohësh e mbani mend historinë e Lilianës, e cila ishte në këtë studio, tregoi që kishte humbur bashkëshortin e saj dhe tashmë jetonte e vetme me 2 fëmijët e saj, në një shtëpi me qira në kushte vërtet shumë të këqija, edhe pse ëndra e saj dhe e bashkëshortit kishte qenë gjithnjë vetëm për të ndërtuar një stret të ngrohtë për fëmijët e tyre. Pasi ajo tregoi historinë në këtë studio, të gjithë shqiptarët u bën bashkë dhe amaneti i bashkëshortit të saj u çua në vend. Shohim klipin. Dhe gjithë Shqipëria ju ka dëgjuar sonte, dhe gjithë Shqipëria bëhet bashkë me ju për të dhuruar një jetë sa më të bukur dhe sa më të mirë fëmijëve tuaj. Hape një shive qaka. Ti e di që gjithë shqiptarët kanë mbështet, dhe ti nuk do rish më asnjë moment të kjo shtëpi, sepse ti bashkë me 2 engjëjt e tuaj sot jeni në shtëpinë e re. Ua! Shumë faleminderit, shumë. Ikim me këta iPad të shtëpi e re. Ha? Nuk shoh asnjë hapësirë, asnjë dritë në një herë dhe vetëm i lutem Zotit gjithë, ja. Ta mos Zot bëj diçka nëse si bëmë mua bëj për fëmijët. Ta gëzohet në shpirt. Ta gëzosh Lilian. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Kush do flek këtu përpara? Ha? Shumë faleminderit gjithë shqiptarëve që kanë bërë për këta fëmijët e mi. Ju rujt Zoti. Sa bukur të shohim Lilianën tashmë të çliruar në shtëpinë e saj të re bashkë me 2 fëmijët e saj, me Frankun edhe me Sidorelën. E kemi quajtur muaj i jetimëve, kështu që kjo është një, domethënë ka qenë emisioni edhe për Dafinën, bashkë me 2 jetimet, por Dafina dëshiroi që t'ja ndërtojmë aty ku e kishte shtëpinë e vjetër. Kurse për Lilianën e bëm shpejt sepse ishte shtëpi e cila e blem, edhe ta gëzojnë 2 jetimet e saj. Ta gëzojnë. E ndërkohë që shohim rastin e Lilianës që është e lumtur në shtëpinë e saj të re, një tjetër nën ka trokitur në dyert e fondacionit gjatë kësaj jave dhe do të kemi shumë për të folur me të. Ajo ka nevojë urgjente për ndihmë, por do të flasim këtu në studio bashkë me Donikën. Mirë që vjen Donika, të ftoj të ulesh. Ti e sonte këtu Donika sepse ke vërtet nevojë për ndihmë. Vështirësitë tua janë të mëdha. Po, meraku yt më i madh është patjetër ajo streha e ngrohtë dhe e sigurt për fëmijët e tu. Megjithatë, ne do të kemi sot mundësinë për të folur për të gjithë rrugtimin tënd, për të gjithë jetën tënde dhe për të gjitha shqetësimet e tua. Do të shohim fillimisht këtë klip.
e kam marrë me lot rrugën e onkologjikut. Para 5 vitesh jam ndjesmuar me tumor. Kam bërë 5 ndërhyrje në gjoksin në krahun e djathtë. Po më vazhdon dhe po më i kap të gjitha pjesët e trupit. Kë ma merr jetën pak nga pak. Vetëm për vajzat të jetoj, po nuk mundem më dot. Jam dorëzuar. Qa të ketë shkruar Zoti për mua, ai do të jetoj. Po luftoj spitaleve, të dyja në Tiranë. Si unë edhe vajza, të dyja jemi këtu. Po më vjen ke jetë për ato që po i humbet fëmijëria dhe kalon vetëm me ilaçe në spital. A vajza është me epilepsi. Epilepsi të trashëguar. Ka rreth 5 vite që e ndjek. I bien kriza të shpeshta, dhe shkum nga goja, i kalon temperatura e lartë. Dhe nuk e di se sa do vazhdoj me ta. Jam shumë në hall të madh me problemet që kam. Donika, përpara sa kohësh ka nisur të përkeqësohet gjendja jote shëndetësore? Që në pandemi më ra një krize e vegjëhershme, që nuk e pa dea se si do veprova. Dhe ja paraqitur në spitalin e Vlorës, po atëherë ishte shumë pandemia që nuk kishte as doktora. Dhe më kanë operuar dhe më kanë nxjerrë në spital i brenda ditës. Se s'mundesha do të rria. Prej pandemisë nuk qëndroje dot asnjë ditë pas operacionit. Po, pastaj vazhdoi për kohë të gjatë. Dhe deri më sot kam bërë 5 operacione. 5 operacione, njëra pas tjetrës? Njëra pas tjetrës, po. Tumori? Dhe prej tumori sepse avarësonte sëmundja. Po cila është zgjidhja që të kanë dhënë? A ka kurim përfundimtar? Deri më sot u s'kam djerë këtë kurim, sepse po mi prek pak nga pak të gjitha pjesët e trupit. Po, jam kurioze të di si po e përballon jetesën, duke qenë në gjendje të rënduar her pas here, akoma edhe më të rënduar shëndetësore, me krizat që përjeton, apo me ndërhyrjet, po dhe me mjekimet e shumta që të duen, po shpenzimet janë shumë të larta, ke 2 vajza nga krau tjetër për të kujdesur. Si ja del me të gjitha? Me të keq, po gjeta të punoja mirë, si eja të punoj, prap duhet të rikë edhe nga basë së vajzës që të kujdesem dhe për vajzën e së mund. Pra të më shumë. Për vajzën po, për vete po. Si arrin të sigurosh mjekimet? Ta herë dhe pa mjekim. I lë dhe pa bërë? Po. Mjekimet që të duen. Vajzat e tua janë njëra 10 dhe tjetra 12 vjeç. Apo jo? Po tregoje që edhe vajza jote e madhe, Casey, vuan nga epilepsia. Po, dhe vajza e madhe është... E ka të trashëguar. E ka të trashëguar sëmundjen e epilepsisë. Ka shpesh ajo kriza? Ka nevojë për mjekime edhe ajo? Po, kur s'kam ilaçe, po, ka të shpeshta kriza, sepse janë ilaçet ata që e mbajnë në kontroll vajzën. Po ç'mundem? Nuk mundesh t'ja përballosh të gjitha mjekimet që i duan. Nuk mundem, se s'di ç'a t'i bëj më parë. Se jemi 2. 2 persona në një familje që kanë nevojë për mjekim dhe nga ana tjetër. Për mjekime, për spitale, pastaj dhe këtë hanë, të ushqen. Dhe të ushqen dhe të jetojnë dhe të kenë një stre. Dhe për gjitha këto duhet kujdesesh vetëm ti, sepse bashkëshorti yt ka ndruar jetë pak kohë më parë. Po, 6 muaj më parë, ka ndruar jetë. Ai ishte shtylla e familjes, apo jo? Po, ai punonte. Edhe unë punoja, po që... Të paktën merja rrugët, ai kisha mendje të sigurt. Tani duhet që të rritë të ke mendje mbrapa edhe të fëmijën ku lëviz vetë nëpër spitale.
Kjo historia jote është për çfarë të flasësh më parë, çfarë të diskutosh më parë nga të gjitha vështirësitë që ti po kalon, por më me detaje me këtë histori do të njihemi përmes kësaj letre që sonte nuk vjen nga një aktor si çdo herë tjetër. Do të vish ta lexosh këtu, Kesi? Po. Eja. I dashur babi, ditën që kam lindur, kam djerë aromën tënde, kam djerë zërin tënd, teksa më thoje, e vogla ime, të dua shumë, je, gëzimi jonë. Ti isha aty për mua kur unë hodha hapat e para, kur unë thash fjalët e para, çdo natë, para se të më zinte gjumi, ti më lexoje për ralla. Pas 2 muajsh në vjet, erdhi dhe motra e vogël. Kujtoj ditën e para kur më shoqërove, dhe ti ishe me mua, më shoqërove për në shkollë. Më puthe në balë dhe më the, suksese bie babit. Dhe ne u ritëm, me shumë halle dhe vuajtje, kishim dëshirë që gjërat të ndryshonin për mirë, por jo babi, jeta erdhi akoma dhe më e vështirë. Mami u sëmur, se punonte shumë për ne. Ti e di se sa u përmbys bota kur morëm vesh se mami kishte një sëmundje të keqe. Qanim dhe luteshim për të, por një... Kesi, do ta vazhdojmë. Do ta vazhdojmë. Po. Letra këtu. Por një bombë akoma më e madhe erdhi tek ne kur mësuam që ti, babi, kishe tumor dhe sëmundja jote nuk kishte shërim. E përjetova edhe më keq këtë lajm, sepse njëherë zemra ime u coptua nga sëmundja e mamit, dhe tani me ty, o ba. Sa herë vija në spital të qëndroja afër, por ti qaje, e ndjeje që nuk do mundje të na shikoje mua e motrën të rriteshim. Më përqafoje dhe më thoje që ti dhe Jori jeni ilaçi im më i mirë. Më jepje forcë dhe më kishe premtuar që do shëroheshe, por ti nuk e mbajte këtë premtim. Pas shumë përpjekjesh, u munduam të të shëronim, por jo. Për 4 javë ti luftove me sëmundjen e mallkuar, por nuk ja dole dot. Ti s'ja dole dot kësaj lufte, dhe atë ditë të zezë, 18 shtator 2024, nuk do të harroj kur. Të humbëm ty, o ba, për gjithmonë. O babi, s'do të harrojmë kur festonim ditëlindjet me ty e na bëje surpriza. Sa bukur doja kishim kaluar me ty. Por tani, çdo gjë është bosh. Babi na ke lënë një dhimbje të madhe në shpirt. Lotët për ty, o ba, s'do të pushojnë asnjëherë. Kisi, hajde ulemi të treja aty. Hajde ulemi të treja bashkë me mamin. Sepse ky është një moment në fakt që mua më ka bërë shumë përshtypje në këtë program, në të gjitha letrat që lexohen këtu në këtë program ku shkruhen nga të gjithë, Kesi zgjodhi që letrën ta shkruante vetë dhe ta lexonte po vetë. Është letra e shkruar nga vetë Kesi për babin e saj. Kesi, si kanë qenë këto kohë për ty? Shumë të këqija. Çfarë ke menduar, si e ndjer ti vetë? Jam ndjer shumë keq kur humbi jetën babi. Atë kam pasur të shtrenjtin tim, pa të nuk bëja dot asgjë. Me të isha gjithë kohën. Po. Tani që nuk është më, gjithçka më duket shumë bosh. Gjithçka më duket shumë pa vlerë. Prej mungesës së babit. Prej mungesës së babit nuk bëj dot asgjë pa të. Ai më ndihmonte për çdo gjë. Me babin apo jo? Kam qenë shumë e lidhur. Çfarë të thoshte ai gjithkohën? Sa ai që shkoja në spital, gjithmonë më puthte dorën dhe nuk më linte që të ikja në shtëpi. Dorish këtu me mua, thoshte. Çfarë të mungon më shumë nga babi? Kur losni, bëni piknik, losni me top, bënim detyrat bashkë, këndonim bashkë. Këndonim? Edhe ti, edhe babi, edhe motra e vogël. Po. Po ndërkohë, mungesa e babit është diçka. Mami po na tregonte që ti vuan nga diçka tjetër, nga epilepsia. Po. Si është gjendja jote? Gjendja ime
Keq, ka raste që në shkollë bie pandjenja, në shkollë nga goja, nuk përmendem, kur përmendem në ishin vete në spital duke marrë sorume. Po kur të ndodhin këto kriza? Ka raste që kur shqetësohem, kur mërzitem, Kur je shqetësuar, kur je mërzitur, kur ndodhin gjëra të rënda në jetën tënde. Dhe po prap ti tregon forcë të madhe. prap e mbaj veten që mos të shqetësoj as mamin se është dhe shqetësuar vetë. Kujdesesh gjithë kohën për mamin tani? Po, kujdesem për mamin, që sa herë që kthehet në operimet e saj, jam e laj që mos të lëndoj operimet, gatuaj, bëj çdo gjë që të paktën mos të ngrihet në këmbë, sa të marr veten. Ndihmoj motrën për detyra, në shtëpi në fakt jam bërë si mami dytë, se për çdo gjë i bëj unë që mami mos të lodhet ai dashur. Të shohim fëmijë kaq të vegjël që janë rritur kaq përpara kohë dhe me fjalët e tua ke si tregon një përgjegjësi kaq të madhe në këtë familjen tënde dhe dukesh vërtet sikur je bërë një mami e dytë në familje. Kujdesesh për mamin, kujdesesh për motrën, kujdesesh për të gjitha gjërat e tjera që ka nevojë shtëpia. Dalë bëj ndonjëherë më jep mami lekë, dalë bëj furnizimin për shtëpi, ma ish mështica kemi me buxhetin e lekës, se ka raste që nuk flen pa ngrënë. Na mëngjesi deri në darkë pa ngrënë. Ndonjëherë keni për të bërë ca pazare të vogla. Ndonjëherë dalë me motrë, bëjmë ca pazare të vogla, ish mami mos të ngrihet se i dhëmi veshkat. Të paktën mund të themi Kesi që në të gjitha këto që po kaloni nuk keni qenë tërësisht vetëm sepse keni pasur her pas here edhe njerëz që ju kanë ndihmuar me aq mundësi sa kishin. Aq mundësi sa kishin, edhe të familjes të babit me aq mundësi sa kishin. Se s'kan mundësi sepse janë edhe vetë pa ekonomi. Ka një motor të sëmur dhe prandaj nuk munden që të na ndihmojnë. Njerëzit e babait po, kujdesen për ju, po edhe fëmijët her pas here. Po, edhe fëmijët dhe komshia që kemi që në atë rrim kur mami shkon në Tiranë, na mban ajo. Ajo jo mban. Na mban ajo. Mirë, do ta shohim bashkë këtë klip dhe pastaj do flasim. Po. Shohim. Unë jam një komshi Donikës, e njoh prej 12 vitesh, kam meshur të mirën dhe të keqen e asaj. Gjatë 100 kohës unë e kam njohur, ajo në këtë pallat ka jetuar. Ajo vinte me çupat për shi dhe më rinte poshtë te dera dhe më thoshte "Alba dil poshtë". Dhe më thoshte "Unë çupat i kam babu", thoshte "Ç'a do bësh?" Ja, shumë e pegë, ka kjo histori. Unë nuk ka një do, nuk i thonë, po këmë të pegë të fakt, se dhe unë kam 2 fëmijë. Edhe në të kushtet që rritë e fëmijët e më shkoj dhe kushtet e këtyre dhe ndjem shumë e lëtuar. Basa Donikës janë shumë keq. Janë shumë keq. Po mua çdo gjë që ato më kërkojnë nuk më mbarë. Nuk janë asnjë moment. Shumë e sëmorë. Edhe ilaçet akoma nuk i ka marrë. Unë lutem gjithë shqiptarëve vini dorën në zemër, të kenë dhe ata një shtëpi të ngrohtë, ku të rinë. Të dëgjosh fëmijët që flasin për këto familje, që i shohin në përditshmërinë e tyre dhe fëmijë që lotojnë, janë me lot në sy teksa flasin për këto familje. I shohin gjatë gjithë kohës se si jetojnë, kushtet shumë të këqija në cilat jetojnë, edhe Donika, po edhe vajzat e saj. Elvis, do ishte mirë që edhe t'i kujtojmë të gjithë ata që duan t'japin kontributin e tyre edhe sonte për të ndihmuar këtë familje që është vërtet shumë në nevojë. Jo shumë nevojë, po sikur nga herë mlidhen gjitha fatkeqësitë në një familje, se sprova kanë gjithë, edhe ne që jemi ne tre po flasim këtë rast, ka sprova nga më të ndryshmet, herë të vogla, herë të mëdha, Sidi ka kaluar sprovë shumë të madhe me vajzën e vet. Pra nuk është se ne jemi të pasprovuar, edhe në forma të ndryshme sprovat janë të rënda, po kjo familje pas ka i sprovë të jashtëzakonshme dhe për këtë ndjem dhe krenar që ne kemi këtë mision dhe këtë emision, që afër këtyre fëmijëve të mrekullueshëm që ajo është i bilbil në të folur. Pse mos t'i ketë edhe ajo shpirti i vogël, shanset e barabarta si gjithë fëmijët e tjerë. Kjo është i problem shumë i madh. Kështu që duke qenë se sonte kemi quajtur nata e jetimit, neve po paraqesim shkurtimisht
mundësin ku mundet në bashkangjiten gjithë shqiptarët, dhe tani është konto edhe numri llogarisë ne kemi në Itali, për ato që duan të bëhen pjesë e bamirësisë, mund ta fotografojnë edhe ta kenë. Ky është numri fiks që ne kemi në Itali për ato që duan të dhurojnë edhe ta bekojnë jetimin me bamirësinë e tyre në këtë natë. Ky është numri i llogarisë në Zvicër, për ato vëllezër dhe motra që jetojnë atje dhe duan dhe ato të marrin bekimin e ndihmës ndaj jetimëve. Qofse është e mundshme edhe numri i llogarisë në Gjermani plus GoFundMe që është prezent gjatë gjithë kohës. Ky është numri i llogarisë i saktë në Gjermani për të gjithë vëllezërit dhe motrat që jetojnë në Gjermani dhe duan të bashkangjiten këtij misioni të madh për t'u gjetë afër dhe pranë fëmijëve që janë jetim. Dhe kjo na bën krenar, Bora, që neve kemi shumë gjëra për të bërë në jetë, po një pjesë mirë ja kushtojmë edhe kësaj. Derisa është kthyer në emision dhe në mision. Është vërtet. Dhe s'ka gëzim më të madh kur edhe ju i rat butonit edhe ne i bim butonit që në një situatë vështirë ne japim shans. Po ta kesh sigurt. Po ta kesh sigurt që ndoshta ato që na ndjekin mund të gëzojnë dhe më shumë se sa ne, kur shohin që një shqiptar i tyre tashmë megjithëse një errësirë e madhe për disa kohë po shndrit dielli dhe po lind. GoFundMe është gjithmonë prezent. Regjinë falenderojmë që na mundson. Ky është numri i llogarisë në Kosovë, për ato vëllezër dhe motra që janë në Kosovë. Besoj do të bëhet e mundshme dhe numri i llogarisë në Shqipëri për t'ia kriju mundësinë edhe kushtet gjithëve që të bëhen pjesë për të dhuruar dhe ne do bëjmë pjesën tonë patjetër. Shqiptarët kanë treguar gjithsesi që bëhen të gjithë bashkë në raste të tilla dhe kjo është një nga vlerat më të mëdha, mendoj që duhet të ndihemi të gjithë krenarë që jemi shqiptarë. Po e them me shumë sinqeritet, Bora, do bëhemi pjesë dhe ndoshta kanë nga kënaqësitë më të mëdha. Është që të mendosh në jetën tënde ditët kalojnë edhe unë kam dhënë për atë familje me jetim, dhe unë kam dhënë nesër. Dhe sot nuk është vetëm një familje, do zbuloj edhe diçka më tepër sot. Jemi me Kesin edhe me nënën e saj duke folur në këtë moment, por janë 4 familje jetimësh sonte, për cilët do të flasim. Është nata e jetimëve, është e vërtetë. Dhe kjo thirrje është hapur për 4 fëmijë jetim. Por kuptohet, duke qenë se edhe kjo histori është prekse, prandaj dhe ne e bëm të mundshme që të filloj fushata, sepse për Zotin ka kënaqësi e Bora më të madhe. Neve po bashkëpunojmë këtë vit së bashku me Sidin gjithmonë. Qofse sot për shembull këtë natë ndihmojmë disa familje me jetim, ka kënaqësi më të madhe në jetë. Çfarë vlen? Se ka diçka më të madhe që ne do të bëjmë shpirtin, absolutisht asnjë gjë tjetër. Sonte do të jetë mbrëmje maraton, një maraton e gjatë që do të njihemi me histori të ndryshme. Kesin e kemi me nënën e saj këtu në studio, pas pak do të njihemi dhe me histori të tjera jetimësh, por të gjithë ne kemi fuqinë që sonte të ndryshojmë jetën 4 familjeve. Po, si drejt. Kjo pjesa e fuqisë normal sepse kemi gjithë ata që na ndjekin kohë reale tash. Por shpeshherë ne mendojmë ky pozicioni këtu mos të duket kaq i lehtë, kaq i thjeshtë. Është një situatë kaq e vështirë, unë thash edhe herën e kaluar, është ndryshe nga një talent show, ku ti vendos ky vlen ose ky s'vlen. Patjetër. Në këtë rast nuk jemi ne që e zgjedhim rastin, po është rasti që na zgjedh ne. Sepse gjithmonë edhe pjesa më e madhe e stafit, po dhe ne kur diskutojmë me Lirin gjithë bashkë, kush është rasti më i rëndë? Si ky rast pra që kemi përballë, që ka edhe problemet që i tha Visi shëndetësore, një baba që ka ndrru jetë, domethënë specifikat e tij janë kaq të rënda sa që si mund t'i thush një rast të tillë, jo. Po në rastet shëndetësore nuk jemi ne ata që përzgjedhim, janë mjekët ata që thonë fjalën e tyre finale. Duhet t'i them këtij shpirti të vogël që askush nuk zgjedh për me ik prej këtu. Aq më tepër një bab i cili don që me i çu sa më me përcjell sa më tepër engjëjt e tij në jetë. Hallet të rrisin para kohet. Këtë se kam thënë, unë e kam thënë tjerë shumë kohë përpara. Ti duhet t'jesh krenare për babin, për mamin, edhe për gjithë ata që duan aty në lagjen tanë dhe komshitë e tuaj, sepse tregon që ju keni mirësi. Dhe uroj që shqiptarët sonte mirësisë tuaj të përgjigjen po me mirësi, edhe të mblidhet shifra për ju dhe për familjet e tjera që tha Bora.
Shpresojmë shumë. Kisi, për të gjithë shka je edhe si driti po e thoshte, je rrethuar me dashuri, apo jo? Tregove për njerëzit e babait që kujdesen për juve, tregove për komshin që kujdesen, por është edhe gjyshi. Po. Është edhe gjyshi që jo vetëm. Ka qenë me ne kur mami bën të operimet. Na çonte në shkollë, na merrte në shkolla dhe na linte në shtëpi, dhe na i nuk kam pasi. Se është i smur për vete. Sa vjeç është? Mundoj që të zbriste poshtë. 75. Mundoj që të zbriste poshtë në maja marri që të vinte na çonte në shkollë. Kujdese për ju për t'ju marrë për t'ju çuar në shkollë kur mami nuk ishte, por bën edhe më shumë se kaq, më kanë thënë. Po, atë e kemi pasur si baba, sepse për ne ka qenë gjithmonë pranë. Kur mama ka shkuar në Tiranë, kur ka bërë operimet, kur është shkuar në spital, na çonte që ta shikonim. Dhe gjyshi është në mosh 75 vjeçare. Donika po më tregoje pak më parë që të duket sikur edhe vajzat e tua kanë fatin që ke patur ti. Po, në shumë e thatë që e kam afër. Po, për moshe që ka, do në qëtësin e tia, por plagët e mija e kanë detyruar që të jetë edhe mas meje. Edhe ti e ke humbur maman kur ishe fëmijë, dhe të ka rritur vetëm babai yt. Po, ka rritur, po kale babaja shumë të vogël. Kale 7 vjeqe dhe kur jam rrit me babajnë edhe me motrat e vëllezër. Po këj fat, do që dhe fëmijët e mi këtë rritën jetimer. Edhe prindi që asë njerë nuk dorëzohet, as ti për vajzat e tua, po as babai yt për ty. Edhe pse në moshën 75 vjeçare, ai ende punon për të siguruar disa të ardhura për t'ju ardhur në ndihmë. Në ndihmë juve. Sa orë në ditë punon ai? Punon 12 orë natën. Sa? Nga mbasditja deri në mëngjes. Nga mbasditja deri në mëngjes si roja. Vetëm për të siguruar disa para. Po, për mua, edhe për fëmijët e mi. Sakrificat janë shumë të mëdha nga të gjithë në familjen tuaj. Megjithatë edhe problemet janë shumë të mëdha, edhe ndonjëherë duket si e pamundur për të zgjidhur në fillim këtë apo atë problem. Ka shumë probleme janë aty në mes. Do të shohim fillimisht klipin e gjyshit edhe do të vazhdojmë të flasim këtu në studio. Unë jam në kuqi e Labris. Kam 7 fëmijë, gruaja më ka vdekur shpejt, në 98. Mi la këtë vajzë që është e vogël fare, ma la aq 7-8 vjeçë kështu afërsisht. Dhe i rrita me të keq. Jetim dhe fëmijët. Po si i themi ne robe zezë, dhe bëhet e bardhë asnjëherë. Keq shumë keq. E këtë vajzë kam pikë dobet, e kam keq fare. Jam munduar me çdo kusht, s'ka mundësi që kush e dëgjon, është për popullërim është. Mizeri, fare, nuk jeton, as në atë kohë s'kem jetuar ashtu, jo këto. Më shkurton jetën. Aj, keq. S'kam forcë, s'kam që të bëj. Nuk kam forcë. Unë burë plak e vete eroje tani, pse vete ja për të gjërë vete. Arri si qënja të eroje. Arri e ma në orën 3 lë nesë në orën 7. Gjithë natë në atje. S'kam forcë me se ti një moj. Sakrifica shumë të mëdha edhe në këtë mosh, gjyshi vetëm për t'ju ndihmuar. Kesi çfarë të prek më shumë? Prek fati që mundohet që të paktën të na shikoj duke buzëqeshur. Të na shikoj që të jemi të lumtura kur shkojmë në shkollë, mos të kthehemi të mërzitura.
Na ndihmoi që kur vemi në shkollë, kur nuk marrim ndonjëherë ushqim, na jep në paktën në një lekë që të paktën të blejmë në një gjë që mos të rim pa ngrënë. Ka raste që marr vetëm unë bukë dhe shkoj të brez poshtë që t'ja jap motrës që mos të ngelet pa ngrënë. Dhe të riu. Me motrën jemi si dy shoqe. Mundohemi që mami ta bëjmë shpesh herë të lumtur, po nuk mundemi. Mundohemi që të qesh, po nuk qesh asnjëherë. Gjithmonë e shikojmë duke thënë që më dhëmi veshkat, më dhëm gjoksi. Po zemër ti meriton të qeshësh njerë, ti meriton të qesh, po asnjëherë s'kam qeshur. Asnjëherë nuk kam qeshur. Shikoja mami që operoj dhe filloja qaja. Më thonin pusho, po nuk pushoja. Shikoja babi që lënkonte në krevatin e spitalit dhe nuk pushoja duke qarë. Ka raste që veja te babi edhe rria 2 minuta dilja jashtë se i binte në gjumë edhe nuk përmendej. E godisja me daska që të zgjoj, po nuk zgjohej. Kur zgjoj pas 2 minutash nuk bante mund ta zgjon. E thoja baba, më gjithë nuk bajmë më. Maronte dhe emrin. Maronte dhe emrin. Okej, se o zemër, sa shumë ke kaluar, ti në kaq pak vite jetë. Dhe sa e rritur rrie për t'i thënë të gjitha këto. Të gëzoj që gjithë fëmijët të dalë, të losë, të blej gjëra, të ha ushqime jashtë, nuk kam dalë asnjëherë që të paktën të dilja, të festoja dhe ditëlindjet me mamin, me të tjerët. Asnjëherë. Pas vdekjes të babit ka pas ditëlindjen motra, kishte përjetoj që mushtet 10 vjeça. Dhe nuk e festojnë. Nuk e festuan. Nuk e festojnë dhe është mërzitur ai shumë sa nuk na ka folur tërë ditën me gojë. Po si e qetësove ti? Mundova që ta qetësoja me fjalë, duke parë kuklla me njëra tjetrën, duke lozur ma aq sa kemi në shtëpi që mund të lozim me ca lodra, vogla. Mund të që përveç gjitha këtyre kujtimeve që ti thua të kanë rënduar shumë edhe ti nuk buzëqesh dot, ti jetoni edhe në kushte shumë të vështira. Shumë të vështira në atë shtëpi, nuk dua të jetoj asnjëherë më. Kur e shikoj atë shtëpi, tualetin e kemi poshtë, ka raste që gjejmë shiringa në poshtë shkallëve, gjejmë njerëz të alkolizuar të shtrirë dhe kemi frikë që të shkojmë dhe në tualet. Shiko, kështu si po e shpjegon ti, është më mirë të shohim njerë pamjet nga shtëpia juaj dhe do më tregosh ti shumë më tepër se sa aq. Pastaj mirë, shohim këtë klip. Babi ka ndërruar jetë. Ai ka qenë gjithçka për mua. Kujtoj që kur e përqafoja ndja aromën e tij. Ndja zemrën e tij që rrinte për ne. E dija që na donte shumë. Dita që kam thënë që ka ndërruar jetë ka si bombë. Dhe më kam mbetur peng që se kam takuar për herë të fundit. Shpërthej në të qarë, kur shikoj mami që rënkon për ato dhimbje që kanë. Ajo është mbështetja jonë më e madhe tani që ndërroi jetë dhe babaj. Sa e që vetëm në shkollë mundjen e ka vetëm te mami. Se mos i ndodh gjë. Ka raste që në rrugë ka rënë pandjenja dhe kemi thëritur ambulancën. Kur e merr ambulanca ka frikë se a do ta shoh më mami. Kjo është frika më e madhe. Që mos të shkojmë në jetimore. Këtë thua, pjesën time e kam përshkruar vetëm me lot. Unë kam epilepsi dhe ka ndodhur që të bie në tokë në shkollë me shkum nga goja.
Ka ndodhur që të më bie në shtëpi disa herë. Dhe vetën e kam gjetur në mëngjes, e kam gjetur në spital me sërume. Shumë herë i pa ilaçe sepse mami nuk ka mundësi. Për motrën jam bërë si nënë e dytë, se kur ikën mami në Tiranë. Rima atë e ndihmoj për detyrat, për çdo gjë. I gatuaj. Makaron hanim sa herë, çdo ditë. Kur nuk kemi ushqim, i themi mami që më mirë po flem gjumë që mos ta ndjejmë urin që kemi. Nuk kemi dhe shtëpi. Kur bieshi ndonjëherë na hyn në balkonin, na hyn ujë, dimri ka qenë shumë i keq. Se rinim vetëm në batania. Nuk kemi me çfarë të ngrohemi, me xhupa. Veshim çorape shumë që mos kemi ftohet nga këmbët. Ne kemi dhe frikë se pagjen e kemi në poshtë. Është e përbashkët dhe kemi frikë që të shkojmë në tualet, të lahemi. E ndëroj që do majme të jetë e bukur, të ketë lodra, të ketë një shtrat të rehatshëm. Prandaj kam qejf që të kem dhe unë një shtëpi të mirë. Ju lutem gjithë shqiptarëve vetëm për një shtëpi. Casey kaq e vogël edhe kaq e rritur prej vështirësive dhe sfidave që ke kaluar për kaq pak vite jetë sa ke. Të është dashur të rritesh përpara kohë, të flasësh për gjithçka që po jeton ti dhe familja jote. Vështirësitë janë të mëdha, edhe për sëmundjen tënde, po dëgjoja edhe faktin që vuan nga epilepsia, por kurimin nuk e merr dot sepse nuk keni mundësitë financiare edhe për këtë. Shumë të shtrenjta dhe mami nuk ka mundësi që të mi blej që t'i pi. Që t'i pish rregullisht. Po, t'i pi rregullisht se nuk ka lek. Dhe ilaçet e saj ka raste që si merr dhe duron dhimbjet që ka në operimet. Gjithë të vuajt i njëra pas tjetrës dhe kërkesat tuaja në fakt janë vërtet shumë minimale, vetëm për të patur një shtëpi për të jetuar si një familje normale të paktën brenda atyre 4 mureve të shtëpisë. Çfarë të shqetëson tjetër tek shtëpia që je? Më shqetëson fakti që e kemi banjën jashtë dhe nuk ka mundësi që të shkoj të lahem, si lajnë gjithë të tjerë në një banjë që ka dush, ka tualetin brenda. Po duhet të zbres shkallë që të shkoj në tualet. Kam frikë që të shkoj sepse mund të ndonë një gjë dhe kemi frikë që të shkojmë. Dhe kur është mami në shtëpi kemi frikë që të shkojmë. Është e përbashkët? Po, është e përbashkët dhe kemi frikë dhe të lahemi. Pra mund të hyj kushdo atje në tualet? Mund të hyj kushdo. Nuk e keni personal të shtëpisë? Jo, nuk e kemi personal. Kemi frikë se të lahemi, kemi shumë frikë. Ju shoqëron mami gjithkohën? Apo është e pamundur? Është mami në Tiranë që kthehet vonë, shkojmë dhe vetë. Marr motrën që të më shoqëroj deri aty dhe më shoqëroj motrën. Shumë vështirësi. As pak kushte normale. Po, është shumë keq. Në dimër me batani kemi qenë ndërkohën, me çorape, mbanim xhupa. Në shtëpi brenda. Po, na bëshin duar ta kur po i fusim në batani dhe na ngrojsin. Ndërkohë shtëpia ka dhe lagështirë. Ka dhe lagështirë. Unë hynë shumë ujë në balkoni, vendosim një robë që mos na hyj brenda. Ka raste që arrojmë të vendosim robën edhe na hyjnë ujë. Dhe kur kthehemi në shkolla që bie shumë shiej që më shpin plot me ujë dhe mundohemi që të marrim kova, të marrim këto që vemi të shkojmë të derdhim poshtë tualeti. Do pra mbushet. Gjithë këto gjëra, nuk di. Ka raste që nuk them shumë sepse mundohemi që të heqim ujin që mos na hyj shumë brenda. Ju duhet mos të flini gjumë nëse janë netët me shi, se duhet të merreni për të nxjerrë ujin nga shtëpia, se përndryshe edhe ato pak mobilje që keni mund të përmbyten tërësisht. Kur u përmbyt Vlora na hyri ujë në të gjitha murat.
Vendosnim kova, vendosim këto në olagët, ropa, krevate, çdo gjë. Çdo gjë. Çdo gjë. Kisi si e tregon të gjitha me kaq detaje që e tregon dhe e përshkruan të gjithë situatën vërtet ashtu siç është edhe nga përjetimi i një vajze të vogël që jeton në këto kushte dhe e përditshmja e saj janë pikërisht këto kushte që nuk janë fare normale. Po më trego pak edhe për pjesën tjetër të ditës tënde, pra ti shkon në shkollë, si shkon me shokët, me shoqet. Në mëngjes çan bën gati, shkoj në shkollë si gjithë të tjerët. Po në shkollë nuk jam me aq mirë, se të gjithë të tjerët shikojnë të vetë tyre që kanë të gjitha dhe të mua kur më shikojnë që nuk i kam. Më thonë që ti si ke, më thonë që ti e bosh, nuk e asgjë, nuk e lek, nuk e shtëpi të mirë, nuk e ke banjën brenda, nuk e një shtëpi të ngrohtë. Dhe unë, nda që jam e prekshme dhe ullë kokën poshtë bankës dhe qaj dhe kur mësuesja më thotë çfarë ke, i them asgjë, mundojmë që t'i fshilotës shpejt që mos të më shikojnë. Falë kësaj gjë kam ndodhur që të hidhem në shkolla që mos të dëgjoj më këtë gjëra. Të hidhem në shkolla që mos të dëgjoj më talljet. Të hikosh nga shkolla, mos të hidhem në shkolla. Si të hidhesh? Mos ke më jetë. Çfarë do të thotë kjo që po thua? Sepse nga të gjitha punësimet që kam marrë që në klasë e parë, dhe deri tani që jam në klasë e 6. Kesi në asnjë lloj forme nuk duhet të kesh mendime të tilla. Ti sot këtu ke treguar një vajzë kaq të rritur, kaq të mençur, kaq të zgjuar. Mos lejo kur atë që të bëjmë përballë, dhe të thotë që ti nuk vlen, sepse në fakt ti vlen shumë për sa kohë në gjithë këtë jetë të vështirë që ke patur, je gjendur dhe je krau më i madh i nënës tënde dhe i motrës tënde. Kjo është pjesa më e rëndësishme për ty. Okej, Kesi? Po. Më tregon ndonjë gjë të bukur, Kesi. S'ka gjëra të bukura tek ne, s'ka gjëra të bukura. Unë e di një gjë të bukur. Që ti ke një mace. Po, kam një mace, në shtëpi ka shumë mijë, edhe ne kemi marrë një mace që të kap mijë që kur na futen brenda. Se keni dhe mijë të shtëpia dhe keni marrë macen si roje për mijë. Po. Si e ka emrin? Kiko. Si? Kiko. 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 Me kë? Kiko. Po, Kiko është macja. A është shoqja jote më mirë? Është çun. Si o çun? Është shoku jot atëherë. Ma çok. Kika apo Kiko? Kiko. Kiko Xhaxhivis. Shoku jot më i mirë, a? Po. I kalon shumë momente Kalon shumë kohë dhe tani kam një merak shumë të madh se kam lënë jashtë. Kam harruar ta fus brenda. Si harrove? Kam harruar ta fus brenda dhe kam lënë jashtë dhe kam shumë frikë se mos ma elmojnë. Por të ta elmojnë, më Kesi, pse ta elmojnë? Po të lajmërojmë komshit o borë? Komshin, sepse na mjallimat që bën kur vjen dhe kthehet, sepse e lëm jashtë që të bëjë nevojat e veta. Kur kthehet edhe bën mjallima, edhe e shqetësojnë komshin. Dhe më thonë ti po na thu që Kiko nuk na ndjek tash nëpërmjet ekranit. Ja. Shqyr pra, u ktheve, jo, realisht u kthy tash në natyrshmërinë e fëmisë. Sepse deri tash hallet e kanë rrit para kohës. Atë kam hequr gjithë mërzitjen, kur shkoj në shtëpi na kthem në shkollë dhe jam e mërzitur. Putha atë dhe gjithçka më duket sikur si kam shih gjitha në mendje. Puthe mami një herë këtu, puthe mami, po lere Kikon. Të bëhet merak për të gjithë, bëhet merak për mamin, bëhet merak për motrën, bëhet merak edhe për Kikon, është e shqetësuar për çdo gjë. Po, shiko të them se çfarë po ndodh tek ti nga krau tjetër, ne të dyja u takuam përpara. Dhe ti më the direkt mua, sa më takove bura jam në merak të madh, macja ka ngelur jashtë, nuk e di se çfarë po ndodh. Dhe e di çfarë ndodhi këtej nga krau jon. Unë nis stafje për të marrë macen që ta kesh ti të sigurt. Presim Kikon. Ja Do na nxjerrësh pak ku ta shohim edhe ne Kikon. Nuk e di, do ketë frikë se shiko si po tremet, ka frikë. O tu qime. Kiko që nga shumë e bukur, s'ke fajti që e do ka shumë. E dua shumë. O tu qime. Po
Po si e prekur akoma, Kisi? Të sollëm këtu. Me o Kiko. Kisi, ne të sollëm Kikon që ti të qeshësh. Jam shumë emocionuar. Kiki, mama. Kiqen mama ty, kiqen mama ty. E ka marrë hotelet të vogël edhe se si më duket. Kisi, di pse ta sollëm këtu Kikon? Se menduam që ndoshta sot që keni ardhur këtu mund të jetë një natë shumë e gjatë dhe juve do vazhdoni të jeni këtu ulur edhe në publik për të na ndjekur. Kështu që sa të rrihet ti me merak ku e kishe Kikon, tani do jesh e qetë dhe do presësh e qetë, apo jo? Po. Tani, Kikon e morëm. Po. Jemi në rregull me këtë punë? Jap, shi çka ka ndodhur Kesi, para se të themi gjë tjetër. Ne kemi 100 milion punë. U sillte Fatma në shtëpi, duhet çanta, do i bëj surprizë, e ka, është vipja saj, me thonë drejtën Bora, thash, o Fatma na lera, mos na sillni çdo person, nuk e disha. Mas shumë pyetjesh s'ma tregonte kur më ka thonë ma çok, fakt se disha që është surprizë kaq e madhe. Fatma thash, gjithë kjo rëmuj për po ti e paske gjë shumë të shtrenjtë. E kam shumë të shtrenjtë. Kjo tregon zemrën e madhe që ke shpirt. Hajde, të s'ke nevojë për pak sekonda ti do vish me mua këtu shpirt. Me dorën këtu edhe do hecim i qik këtej. Tani, do me e morë macën? Jo, s'ka që për në matë aty është ndodhë sigur që qa qanë të ka morë Fatma që nuk del kur. Tani, kjo bukuroshe më ka mahnit për i gjë. Që qofë se do Zoti ka jetën e gjatë, kjo do bëhet i talent për jetën. Një oratore dhe i bukuroshe në nivelet në më të larta. E dyta që, në ke emocionu gjithë. Unë, gjatë muajt, kam disa të ardhura nga rrjetet sociale të mijat, YouTube, Facebook, e më radhë. Tani me shumë shpirt edhe kam unë krenari dhe jo ti, çdo muaj Xhaxhi Visi do t'i ndaj për ty 300 euro të kesh në numrin e llogarisë tënde. Po. Ju keni shumë halle dhe kjo është vetëm ajo që do ndaj Xhaxhi Visi. Unë jam i sigurt shpirt që do na marrin dhe do më shkruajnë mua edhe të tjerë, po 300 është fillimi, se ju keni shumë gjëra. Mami ka nevojë për ilaçe, ti ke nevojë për disa ilaçe. Maçoku i erë do ta ushqej mirë se është gjinafi i madh, kështu që ka nevojë për gjëra të mira. Dhe gjithë vëllezërit e motrat që na ndjekin duhet të shohin shpirt duke buzëqeshur. Macja ishte e vogël. Pensioni është i vogël. Ti ke nevojë për gjë më të madhe. Ti ke nevojë se je afërsisht sa vajza ime, ti ke nevojë me ta dhuru gjithë botën shpirt që ti të buzëqeshesh edhe ti jesh i dritë që lëviz nëpër rrugët e Shqipërisë. Por ne do ta fillojmë gradualisht dhe tani, qofse ti e shtyp këtë buton, dije se bamirësi ty të kanë bërë me shtëpi të re. Pardon.